Përshëndetje të gjithëve, atëherë jemi me videon e tretë dhe tani do mësojmë mekanizmin se si të tregtojmë në sezonin e Londrës. Atëherë, shkojmë në chart dhe ajo çka duhet të dim për sezonin e Londrës është që sezoni i Londrës me këto orë që jemi tani fillon në orën 9 të mëngjesit dhe bashkohet me sezonin e New Yorkut në orën 2, pra në orën 2 pasdite. Tani, ajo çka është e veçantë në sezonin londines është që ne kemi një favor shumë të mirë sepse në hapje të sezonit londines ose gjatë sezonit londines pika më e lartë e delit ose pika më e ulët e delit ose pika më e lartë e Asian edhe më e ulët e Asian janë të freskëta, pra janë të paprekura. Dhe ajo çka do bëjmë tani, fillimisht sapo hapet ora 9 është një strategji e cila do t'ju marr, domethënë mundet ju krijoj një disiplinë tuajën, sepse duhet të çojeni para orës 9 që t'i keni të qarta, domethënë pikin më të lartë dhe pikin më të ulët. Dhe po marrim parasysh çohesh në orën 9, i ke vendosur pikat, vetëm një moment sa ta marr edhe këtë tjetrën. Pra këto janë dy pikat e ulta dhe e larta e sezonit aziatik dhe tani në bazë të këtyre ne në sezonin londinez do shohim nëse kjo nëse një nga këto pika do bëhet take out, më pas do futet përsëri në range-in e high dhe low dhe të bëj retest që ne të mundet ta përdorim strategjinë e sezoneve. Nëse e shikoni, është hapur sezoni londinez, ka bërë manipulimin, po kur nuk u kthye sipër dhe ka vazhduar poshtë. Këto janë raste që ne nuk mundet t'i shfrytëzojmë. Pra, se ishan 30 minutë gabimi im, duhet jemi gjithmonë në 15 minutë. Dhe nëse shikoni, ka vazhduar poshtë e më pas as në sezonin e New Yorkut nuk ka pasur asgjë. Shohim një shembull tjetër. Pra, ky do jetë mekanizmi, po do mundohem të gjej shembuj që kanë qenë, domethënë, shembuj të vërtet. Kjo ajo çka shpjegova në videon e përparshme. Në orën 9 vendos Asian high, Asian low. Prit, nëse do kemi manipulim apo jo. Në high ose low dhe nëse shohim ka manipulim në Asian low. Është manipuluar marketi, ka shkuar më shumë se 5 pips ky take out, pra është diku 6 pips, jemi kthyer sipër, jemi kthyer të bëjmë retestin dhe është mbyllur bullish. Këtu do jetë dhe entry jon. Pra, juve mund thoni që po edhe këtu mundet të bëhet manipulime të futet prap poshtë. Jo, nëse ndodh një herë ky skenar, nëse ndodhin skenaret e tjera që mundet të ndodhin gjatë prap London session ose New York session, atëherë skenaret e tjera bien poshtë. Quhet valide. Pra, vetëm manipulimi i parë, nëse do jetë domethënë frutdhënës apo jo, do na jap një mundësi apo jo. Nëse ndodh manipulimi i parë si këtu, atëherë të ndodhin sa të duan manipulime të tjera reteste, nuk do bëjmë entry. Pra, vetëm një entry. Unë do shoh nëse mund të ketë dhe të tjera manipulime, si themi. Shohim. Këtu nuk ka bërë një manipulim, mund ta shohim, e ka thyer pak, po nuk e ka bërë 5 pips e lartë. Pavarësisht se ka shkuar sell, është tjetër gjë, domethënë është tjetër gjë kjo. Këtu nuk ka ndodhur manipulim. Tani, nëse shohim këtu ka ndodhur një manipulim.
po a është manipulim që neve na vlen? Jo, nuk na vlen, është 4 pip, kështu që edhe pse ka manipuluar, ka shkuar baj, po nuk ka bërë kur test. Nuk është kthyer kur në ritest. Kështu që nuk ka asnjë mundësi, si të themi. Tjetër, në qoftë se mund ta shohim këtë rastin këtu, unë vetëm po bëj disa praktika që dhe ju ta kuptoni si çfarë ndodh. Këtu ka ndodhur manipulimi, po duhet ta shohim sa ka ndodhur. Ka ndodhur në 150 pips, pra është një manipulim ky. Dhe në qoftë se e shohim, jemi kthyer, kemi shkuar për ritest dhe ritesti pas këtij qiriu është i vlefshëm. Pra kjo tregon që ne kemi pasur një manipulim dhe një ritest. Tani në qoftë se stopluzi 20 pips, pra në qoftë se stopluzi 20 pips ose maksimumi 25 pips do jetë njëjtë me qiriun e manipulimit, pra njëjtë me manipulimin ose më lartë, atëherë po ja vlen. Dhe kjo mund të ishte një tregti shumë e mirë që mundet të ishte vendosur, ndash në raportin 1-2. Zakonisht kur kemi këto tregtit, domethënë kjo është një rregull që mundet t'ja u tregoj tani. Zakonisht kur e kemi domethënë tregtin kaq të madhe, me këtë take profit kaq të madh, 50 pips, në momentin që shkojmë në gjysmë të take profit, çojini stop lossin në break even. Pra, kur është stop lossi 25 pips, take profiti 50, çojini stop lossin në break even në momentin që shkoni në gjysmë të profitit. Dhe kjo ka shkuar më pas në break even, thjesht nuk ka pasur volumin e dur. Ka edhe raste që do shkojë edhe kjo në break even. E shohim këtë rastin këtu. Këtu e ka thyer, po kur nuk është kthyer poshtë të bëj ritestin. Pra asnjëherë nuk është rikthyer poshtë. Në qoftë se e shohim. Kështu që as kjo nuk është diçka për ta studiuar. Atëherë shohim këtë rastin këtu. Ky rasti këtu. Në qoftë se shohim, manipulimi është komplet i vlefshëm, sepse kjo duhet jetë më shumë se 5 pips, besoj. Vetëm një moment. Po, kjo është diku 10 pips. A ka bërë testin apo jo, kjo është gjë tjetër. Këtu nuk ka bërë testin. Pra, këtu nuk është kthyer dhe të mbyll një qiri bullish që ne të futemi. Këtu vetëm ka vazhduar dhe qasja më agresive do ishte një pozicion buy këtu, po që nuk ja u rekomandoj dhe prandaj nuk e kam shpjeguar për entry. Nuk ja u rekomandoj sepse pa kuptuar që po bëjmë retest, shumë mirë mundet të printoj nga këtu një qiri të fort bearish edhe shkojmë komplet në humbje. Po që në këtë rastin këtu e ka shfrytzuar, domethënë e ka bërë një super lëvizje bullish duke bërë dhe manipulimin këtu. Pra, kjo është e gjithë ideja e kësaj strategjie. Pra, këto janë më shumë entrit që do bëjmë ne në London Session. Vetëm si thash, duhet kemi kujdes në qoftë se bëhet njëherë manipulimi dhe nuk bëhet retesti ose ne nuk e kapim dot. Atëherë nuk do futemi në manipulime ose reteste të tjera gjatë ditës. Dhe është e mira që gjithmonë të çohemi në orën 9 që të kemi gati në hapje të sezonit londines, atëherë kur futet në lojë më së shumti institucione që tregtojnë euron, poundin, dollarin pak në London Session, por më shumë poundin dhe euron, ne t'jemi gati. Pra ne t'jemi gati dhe të presim manipulimin.
Dhe për sa i përket entryve që do bëjmë në sezonin e New Yorkut, do i shpjegoj në videon që do bëj më vonë.